Sot do të prezantoj ose do ndaj me juve një model tjetër të thjeshtë. Edhe kjo e punuar me grep. Është një punim i thjeshtë, përdoret për çdo lloj gjëje që mund ta vini juve, për çarçafe, për klëpet e astëkut, për mbulesa tavolinash që janë katrore, për tavolinat. Për çfarë mund t'ju nevojitet kjo për shembull. Atëre, ky modeli fillon këtu poshtë. Unë e kam punuar me këtë fije e pambukut, se kam dhe modeli, se zakonisht unë punoj me këto me kuvaristot, por që të gjitha janë të mira. Ka filluar këtu poshtë. Kemi bërë 13 zinxhir. Këtu kjo bëhet me 6 zinxhir, kthehet edhe bëhet kurispeshku, bëhen 4 zinxhir dhe bëhet edhe 3 mbushje. Edhe vazhdon rjeshti prap këtu. Këtu fillon ndarja e modelit. Bën 1, 2, 3 mbushje me nga 2 zinxhir. Fillohet këtu, pastaj bëhet prap kurispeshku dhe vazhdon. Këtu janë bër 1 zinxhir, këtu janë bër 4, këtu janë bër 6 dhe këtu është bër 7 dhe pastaj këtu fillon modeli. Kur të vi radhat e tjetra, ky modeli tjetër fillon kur janë 1, 2, 3, 4, kur janë 4 kutia, kur do bëjmë 4 kutia, fillon ky modeli ndarja prapë siç është këtu. Atëre, të filloj me punimin. Unë e kam filluar këtë, dhe tani t'i shpjegoj tani modeli se si do punohet. Në kthes bëjmë 3 mbushje. 1, 2, 3 zinxhir më falni dhe do bëjmë 3 mbushje. Do bëjmë 4 zinxhir. 1, 2, 3, 4. Do bëjmë një kurispeshku. Është një model shumë i thjeshtë dhe shumë i bukur. Nëse do punohet me këtë fije me kuvaristo, do të dali shumë e bukur. Kjo kuvaristo është numër 12. Unë e kam blerë në Itali 12, kurse në Shqipëri ma më mendja se mund të jetë numër 30. Se 40 unë punoj dhe është pak i hollë 40. 40 është për të punuar për modele kështu. Edhe ky modeli punohet, po nëse e punoni do të mos ju të rehat, mund ta punoni edhe me 40, se del shumë i bukur. 2, 3, 4, 5. Tani do bëjmë 8 mbushje. Këtu bëjmë 5 zinxhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 edhe 1 8. 5 zinxhir, 1, 2, 3, 4, 5. Ju uroj të jeni sa më mirë në këto ditë kaq të nxehta. Gjithashtu, të jemi mirë dhe nga këta virusët, edhe ja kalofshi mirë dhe me pushimet, se janë edhe muajt e pushimit tani. Ja. E bëmë edhe këtë 8 mbushje. Edhe vazhdon pastaj modeli. Tani këtu në kthes ne do bëjmë 6 zinxhir, që do dalin këto thumba, se kjo majuska këtu ja jep edhe një çik atë, jo një çik, por shumë jep atë bukurinë. Do bëjmë 6 zinxhir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E kthejmë. Është shumë i thjeshtë për të bërë. Në videot e radhës do ju tregoj modele të tjera, prapë edhe ato janë shumë të bukura dhe ato. Po unë me këtë fije e pambukut, se unë e përdor për tapete pjatash, por e përdora për të nxjerrë modele 2, 3, 4, 5. Tani këtu kemi bërë 8 mbushje, do bëjmë 7 kutia të vogla palak. 1, 2, 3. Edhe kështu do vi me radhë, do vi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, më falni.
Do vi si piramid, ose si bajame. 2, 3. Unë i them zakonisht si bajame, se atë formën e bajames ka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja ti numërojmë tashti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Gjithmonë të bajamja do bëjmë 5 zinxhir. 2, 2 mbushje. 1, 2, 3, 4 zinxhir. Këtë kanalin këtu mund ta kapni t'i bëni si fjongo ose si kë. Varet në dëshirën tuaj. Se ka plot persona për shembull që edhe e modifikojnë modelin që marrin. Unë kam patur nga ta ndjekësit e mi që e kam bërë edhe e kanë modifikuar modelin. Unë ju falenderoj shumë që ju ndiqni videot e mia, bëni pëlqime dhe komente në kanalin tim të YouTube-it. Gjithashtu ftoj njerëzit, kush është i interesuar, se si punoj suvajka ose grepi, unë bëj kurse online për suvajkën më shumë. Se si punoj suvajka. Sepse suvajka është pak e vështirë. 3, 4, 5. Tani do bëjmë 6 kutia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, edhe 1, 5. Dy zinxhir, në mes të kryespekut bëhen 2 zinxhir. 1, 2, 3, 4, 5, edhe 1, 6. Mos harroni që gjithmonë do bëhet 6. 1, 2, 2 zinxhir, 2 mbushje, 5 zinxhir, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. U bën 5. 1, 2, 3, 4, 5. Janë 7, 6, 5. 1, 2, 3, 4. Kur të bëjmë rishtin me 4, do bëhet ndarja e modelit. 1, 2, 3, 4, 5, se jemi të forma. 1, 2, 3, 4. 3 mbushje nënësore. 1, 2, 3 zinxhir nënësore. Bëjmë mbushjen prap. 4 zinxhir. Bëjmë mbushjen.
2, si që thash tani, fillon zgjerimi I modelit. Do bëjmë 1, 2, 3, 3 mbushje me nga 2. 2 zinxhir. 2 mbushje, 2 zinxhir, 2 mbushje. Do të thonë 3 herë nga 2 mbushje. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Gjithmonë këto kutia bëhen me 3 zinxhir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. U bën 4 kutia. 1, 2, 3, 4. Gjithmonë kur do jemi te rjeshtë që ja do bëhen 4 kutia, do filloj gjithmonë modeli tjetër. Vjen kështu 1, 2, 3 që vjen shumë e rrallë. 1, 2, 3, 4, 5. Kryes peshku, 2 mbushje, 2 zinxhir, 2 mbushje, kthehemi. Do bëjmë 6 zinxhir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do bëjmë kryes peshku. Kush nuk e ka kuptuar, mund edhe të pyesi, po megjithatë nuk mendoj sepse është shumë I thjeshtë për të bërë edhe për të marrë. 1, 2, 3, 4. Ky është një model, të themi më shumë për fillestare, sepse më kam pyetur shumë që donin fillestare duan modele të thjeshta. Edhe kjo është për një zonjë. Se ja harrova dhe emrin tashti, se kishte kohë që më kërkonte modele të thjeshta. 1, 2, 3, 4, 5. Këtu bëhet kryes peshku. Tani do bën 2 kryes peshku. 2 zinxhir, edhe prap kryes peshku. Një, 2, 3, 4. Ashtu. Tani kthehemi, pastaj këtu do bëjmë 2 kryes peshku. Ja, siç është këtu tani, 2 kryes peshku, kur kthehesh. Tani do bëjmë, këtu kena bërë 2 zinxhir. Pastaj do bëjmë 4, do bëjmë 6, pastaj do bëjmë 7, pastaj bëhet kjo kapja në formë vëje, dhe pastaj fillon modeli tjetër. Kjo ishte edhe video për sot. Mirë dëgjofshim në videot e radhës, me modele të tjera më të bukura. Më ndiqni, do ngeleni të kënaqura.